respekti më të madh në emrin tim dhe në emrin çoçata dalën nga luta, ndoshta ju kemi njohur ju thjesht çdo muj, po puna dhe momentin është që po duhet vini këtu ju me dim. Çoçata të dalën nga luta, po kategoritë të dalën nga luta kanë vendosur se protestën e radhës ta mbajnë apo ta organizojnë me 16 nëntor në ora 13 para asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg. Arsyeja pse është zgjedhur ky vend, besoj edhe dini, se pikërisht mund këtë vend në Francë, në qytetin në Strasburg, në Këshillin e Parlamentit të Evropës është marrë vendim për një gjykatë e padrejtë që është bërë ndaj neve, ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që është formuar një gjykatë e njëjtë linje, do të thotë vetëm shqiptarët dhe vetëm pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës i përndjek. Edhe kjo është një arsye që ne kemi vendosur të mbajmë një protestë para parlamentit, para arsye se Dik Marti, ju e dini, një njeri ta që është shumë i përfolur tek ne në Kosovë, padrejtisht i bindi deputet e parlamentit që të votojnë atë gjykatë mjeruar të thënë. Dhe ne sot kemi dashur ju të njoftojmë për protestën që do ta mbajmë të radhës në Temnar. Do të protestojmë për të kërkuar drejtësi dhe do t'ja përkujtojmë institucioneve të Evropës që kanë votuar një gjykatë e padrejtë, një gjykatë me gënjeshtrat e Dik Martit dhe me gënjeshtrat e disave njerëzve që kanë gënjy apo do të them bukfalisht kanë rrajt një gjuhë shqipe që kanë shku kanë rrajt atje që mbolla dëshmitar pa qenë një shfare luftën sa pa qenë Kosovë. Kështu që ne është kjo e gjitha që ju informojnë, kemi vendosur deputetët e Parlamentit të Evropës që dërgojnë edhe kanë një letër secili deputet. Pikërisht për gjykatën speciale, do t'ju tregojmë atyre deputetëve se çka keni votuar. Nuk binda ata vetë se çka kanë votuar. Në gjitha ato shkelje, ato vërejtje ne i kemi qitë në dokumentacionin për secilin deputet, do ta kenë në zarf, dhe një dokument, me lexu ata me pa dhe nuk bin, vendin e vetë, shtetin e vetë, që kanë për financojnë, çfarë gjykatin duke financuar. Arsyeja atyne tani do të jetë në lëgjishën e tyre se çka do të mori vendime. Unë kam kaq për fillim, ne ende se kemi voskidë organizativ, kemi duke punuar bashkë me shoqatat. Ta bëjmë në këshillin organizativ, deri me 16 ne mendojmë që në ora 13 do të protestojmë. Ditë e tillë është në Strasburg. Po. Zoti Kucalli Sala, prezident Kosovës. E din që protesta e kaluar ka qenë masovike, por cilat janë pritjet e juaja për këtë protestë që do të jetë tashmë më ndryshe në Strasburg? Ju e dini që ne kemi bërë 3 protesta, Prishtina, Den Haag dhe Tirana. Kjo protestë do të ketë karakter pak më shumë sot të rinja, do të thonë. Arsyeja është pse do të ketë pikërisht ne po protestojmë në vendin edhe para parlamentit kur votu gjykata speciale. Ka deputet që kanë fituar, kanë ardhur të prapin të atyre më herë që kanë qenë. Deputet janë sot ato. Dhe atyre më treguar çka keni votuar, çka keni bëu ju. Kështu që kjo është arsyeja pse ne do të ngrisim zërin ato pikërisht para parlamentit të Evropës që kanë votuar një gjykatë janë pa drejt dhe një gjykatë që po merret me gënjeshtra. Kjo është arsyeja më e madhe besoj më apo që ne do të protestojmë. Kështu që Valili mundet nëse vjen që kam shtu, fitoli Valili. Bashkohës thonë që na bashkohen Strasburgën, se qëllimi jonë është që ta sensibilizojmë edhe procesi është të shku drejt të fundimit, dhe ta sensibilizojmë se kjo gjykatë është të bërë pa drejtësi. Kjo gjykatë është të bërë një gjykim që me të vërtetën nuk ka zhbërë në asnjë vend. Për ta do të protestojmë jo vetëm këtë protestë radhës, por edhe protesta tjera do të ketë në vazhdimsi. Edhe një pyetje në fund, a mund të pas edhe në Maqedoni të Veriut protesta si ajo në Tiranë, po ashtu do të themi edhe në Maltëzi, por edhe në Preshevë, Medvegje, Bujanovac? Me thonë se gjithë është na kemë si plan, program të organizatët, dalën nga luta, që 5 muaj ne kemi filluar me këtë program, ne kemi marrë vendim të rishë shoqata nga kur që do të protestojnë. Maqedoni për momentin një ju, për momentin fjolla, se janë të mbajzjet, kanë shumë bajatash, është pak situata e dini që është shkruar, nuk dojmë ne të shkojmë mbajmë në Shkup protesta për momentin, se do të bëhen po kur nuk e dim. Po për momentin ju për arsye se mund të stot dhe bidore, mund ta brokojnë dikush, edhe mos më
mi problemin ta, mos me thonë çështë, çota të dalin nga lufta, erdhën pi Kosovë edhe na trazuan vendin këtu edhe po na nxorën probleme, kështu që jo për momentin jo kam diskutuar me shok atje, megjithë e kem ndajt se protesta ka pasur në Maqedoni është e vërtet, po për momentin pa u krijuar lutazhe në Maqedoni, nuk mendoj të bëj protestë, kjo është. Për Preshev, i them jo, sinqerisht edhe ato i kem situata shumë e nxehtë, ju besini bastisje të kohën e fundit, të pjesorët e luftës atje ty basis Serbia për ditë, edhe atje ju, edhe me deshta nështë nuk do me rreziku njerëzit, se mund të shoh këtu në organizuar ti protestë, na kanë thonë, ju kemi thonë jo për momentin, do të ulëm bisedojmë me ta, çfarë do të organizojmë. Mund ata të jenë organizu, po ne kemi ndaluar me shku ju e dini, ata bjerësojnë qytetarët e Kosovës, kufe ju neve me zispresin na me shku ngojtuku që thoj, do të bëjmë përpjekje që me organizu protestat që sta Fadili do të organizojmë protestat tonë. Nuk do të ndalemi, po kjo protestë ka një rëndësi shumë të madhe se ne po vlerësojmë para se të mbyllet procesi. Procesi mbyllet me 22 dhjetori, besoj e dini. Kjo është arsyeja shumë më e madhe pse do të protestojmë para Parlamentit të Evropës, edhe do t'ja dërgojmë dokumentacionin që thash më herët, kanë i ftesë secillit që do të jetë pranë zafir ato, shkeljet edhe vërejtjet tura që ka bërë gjykata deri më sot. Do të kashim kriterë të kës. A do të ketë edhe kësaj radhe organizim për qytetarët e interesuar që duan të marrin pjesë në protestë? Edhe një pyetje janë shtyr seancat e parapara gjatë kësaj jave për arsye logjistike. Ndërkohë që pritet në nëntor të fillojë dëshmia e ish-generalit Vestikfar. Si e komentoni këtë? Por organizimi Fadili dhe boni thirrje, do të jetë organizimi, po ne autobusat të mund misuguru, ju e dini edhe mundësitë dhe buxheti i organizatës tonë. Trisho çata do me çfarë buxheti ka, se ne skemi tim nga qeveria fare. As një cent nga qeveria nëse morëm. Këtë morëm të ndihmu shumë njerëz, të falënderu që na ndihmojnë ka pak falënderit tyne. Sa i përket logjistikës, më do të përmendë gjykatës Për së arsye logjistike ka po thonë. nëse di çka mund ata, kur ata kanë miliona, kanë palu. Ju e dini sa financojnë, unë kam qenë vetë atë burr. I ka diku rreth 50 milionë viti ka bërë gjykatë. Se ka bërë 50 milionë kanë vetë gjykatë. E dyta, dëshmia e Clarkit do të jetë një bombë për ta, që kjo është shumë e vërtetë, do të jetë një bombë shumë e vërtetë, do të jetë një sukses i madh që kanë arritur ta bindin edhe ka ditur se në Amerikë do të leje për me dëshmu. Clarki edhe të tjerë që kanë dëshmu. E falenderoj mësitë më kanë çikat. Ju ta më shkruaj dëshmu mas pari. Kështu që në mesis paprisim Clarkin me 19 nëntor të shohim me gjykatën speciale të shpejtëti.